Përshëndetje të nderuar miq. Minutat e emisionit të sotëm i dedikohen një personaliteti mjaft të veçantë të kulturës dhe artit tonë. Një personaliteti që u ndesh maj me kohën, e cila nuk i dha gjithë atë çfarë ai meritoi. Por, në raport me artistët dhe krijimtarinë e tyre, koha në fund gjithmonë rezulton të jetë e mundur dhe e pafuqishme, sepse krijimtaria dhe shumë dimensionaliteti artistëve si Qazim Dushku janë forcë më vete që vjen domosdoshmërisht në shprehje dhe rikrijon lidhjen me audiencën, përcjell mesazhin sublim, inspiron dhe ushqen nevojën e lartë artistike të njerëzve. Ka 40 vjet, ka 40 vjet, që rrinë vetëmi, as njeri s'me vjen me m'pamu, as njeri prej rrinë vetëmi, as njeri me vjen me m'pamu, as njeri prej prindve të mi. Qazim Dushku ishte këngëtar, kantautor, piktor, regjisor, aktor, skenograf, tekstshkrues, mësimdhënës në Prishtinë në Ferizaj, pjesë e korit profesional të radio-televizionit Prishtinës dhe një artist që ishte i aftë të luante mjeshtrisht në disa instrumente muzikore. As nan, as bat. Ai ishte një ndër figurat më të plotësuara të kulturës sonë. Një figurë shumë dimensionale që shfaqet rrallë në morinë e profileve që ndërtojnë tablon artistike të një vendi. Që me vjen ndaj herë me mba. Potenciali i tij krijues ishte autentik dhe i pashtershëm, por ai nuk ndjeu kurrë nevojën e një buje publike. Që me vjen ndaj herë me mba. Qazim Dushku, me origjinë nga një fshat i Ferizajt, lindi më 1932 në Tiranë, nga prindërit Razia dhe Rasim Dushku. Jeta e tij, sidoqoftë, nuk ishte as pak e lehtë dhe mundimi shpirtëror ishte një barrë e rëndë për qenësinë e tij. E një rëndesë e tillë shpirtërore nuk ju nda gjatë gjithë jetës. Ajo më tha. Gazetarja dhe redaktorja e muzikës, sot në pension, zonja Minire Fetahu, na rrëfen më shumë mbi jetën e tij të trazuar, bazuar edhe në bisedat që ajo vetë ka pasur me artistin. Ai rrjedhte nga një familje patriotësh, mirë po mjerisht jeta tij ka qenë shumë tragjike, sepse 44-ën e kanë përshkatu babën, gjatë asaj kohë vllai vogël i ka vdekur 7 vjeç. Motra 18 vjeçe, posa u martu mas 2 mujve ka vdek, në fund i vdes edhe nana sepse çdo mbrëmje shkon policia serbe me kontroll. Ma mirë është të largohe. Babai i Qazim Dushkut, Rasim Dushku, pasi ishte larguar nga vendlindja në vitin 1924 për në Tiranë për shkak të terrorit që po ushtrohej nga Serbia ndaj shqiptarëve, vendos të rikthehet bashkë me familjen në Kosovë, sepse e ndjente një obligim shpirtëror për të luftuar për çlirimin e vendit të tij, pavarësisht sakrificave dhe fundit tragjik që do e përmbyllte jetën e tij. Kur fillon lufta 40-shën, baba i tij thot dua të shkoj të luftoj për çlirimin e Kosovës. Kthehet në Kosovë.
e merë vajzën, djalin, gruan edhe kthehet për me luftu me çliru Kosovën. 44-ën të gjithë shqiptarët që kanë pas lidhje me Shqipëri i kanë përgosë si ballista nacionalista. Ndërto dhe babën e Qazim Dushkut, të cilët së bashku me 30, apo nuk e di numrin e saktë në Ferizaj, veç njihet si masakra e Ferizajt, i kanë përshkatuar te xhamia. Përse atëherë, po me lutë. Kështu, që nga mosha 8 vjeçare, Qazim Dushku mbetet krejt i vetëm dhe rritet në një jetimore. Largohu, mos më kërko. Më vonë do të martohej me një grua që kishte 2 fëmijë nga martesa saj e parë, por edhe ky do t'ishte vetëm një epizod i shkurtër i lumturisë së tij, nga që edhe bashkëshortja e tij do vdiste herët, duke e lënë kështu Qazim Dushkun të vetmuar në këtë jetë. Një vetmi kjo që e mbërtheu thellësisht, e bëri të mbyllej në vetvete, por edhe të kthehej në një bohem. Ekspresiviteti i tij i pacënueshëm do të ishte vetëm në art dhe në gjithçka që kishte të bënte me artin. Ai ka pas një grua e ka marrë me fëmijë. Po. Ka bashkëtu, por kur i vdiq gruaja mbaroi çdo gjë. Ai mbeti vetëm edhe përfundoi. Me vdekjen e gruas do të thotë përfundoi jeta e tij. Me ujitu, Shpresa e vetme ishte mundësia për të takuar vllajën e tij të mbetur në Shqipëri. Por edhe kjo ju kthye në një tehtë të mprehtë për jetën. Edhe i vllai vuajti për ndjekjen e sistemit politik të kohës në Shqipëri. Me pak fjalë, Qazim Dushku vuajti politikisht në Kosovë për faktin që kishte lindur në Shqipëri, kurse vllai i tij në Shqipëri për faktin që kishte lindur në Kosovë. Ky i fundit i kaloi 20 vjet në internime e burgje në Burrel, Bulqiz, Laqe, Ballsh. Ishë nxënësja e më vonë edhe kolegja e tij, zonja Hanëmshahi Ilazi, tregon për nevojën dhe vendosmërinë e Qazim Dushkut për të gjetur vllajën e madh Shaqirin, sidomos në një rast kur artisti udhtoi në Shqipëri bashkë me korin Collegium Cantorum. 2 javë kanë shëtit në për Shqipëri edhe tanë kohën shumë ishte demoralizu, shante, edhe thanë nuk më lanë, jo s'është këtu, jo e kanë qu në fjerë, jo e kanë qu kënej, jo anej, tha si duket është i internum. Vllau thanë nuk më lanë mu taku. Dhe më thënë nuk e pas ka taku. Nuk e ka taku, e shumë ka qenë i demoralizuar. Ai ka kërku, por i kanë thënë se nuk ke mundësi të takosh. Kanë vënë arsjetim, por ai ka vdekje lënduar, shpirtërisht. Mos me pa vëlla, sepse vitin 90 ai vdiq. Qazim Dushku kreu shkollimin e mesëm në Pej dhe u bë pjesë e gjeneratës së parë të degës së artit figurativ. Nga 28 nxënës sa kishte ajo shkollë, vetëm 6 prej tyre ishin shqiptar. Pra, formimi i tij primar profesional ishte në pikturë. Ai krijoi vepra artistike gjatë gjithë jetës, e madje hapi edhe 3 ekspozita në Prishtinë, që u mirëpritën nga artëdashësit. Ai ishte gjithashtu antar i klubit të piktorëve të Kosovës. Ndonë se ai kishte nisur shkollimin në fushën e artit figurativ, Qazim Dushku shpejt shfaqi prirjen për të shkëlqyer edhe në muzikë. Kur një dirigjent me prejardhje çeke erdhi në Kosovë dhe ndërmori nismën për formimin e orkestrës së shkollës së artit në kuadër të shoqërisë për parime, Qazim Dushku ju bashkua me violonçel grupit që ai, dirigjenti pra, krijoi, por ky i fundit i dha flautin. Qazim Dushku luante mjeshtrisht edhe në klarinet, piano, saksofon e kitar. Që nga ajo kohë, Qazim Dushku fillon të marrë pjesë në aktivitetet e gara të ndryshme muzikore brenda dhe jashtë Kosovës. Për ironi, shpërblimet për çmimet e fituara ishin
piano me këmbë të thyera ose edhe ndonjë shishe vaj. Me qenë se atër s'kam pas piano, pak Lorenzo Antoni, në tjerë, vjen në pej dhe e kërkon piano, thot, a mund që ju të ma jepni, sepse ne nuk po kemi piano. S'kemi mundësi me mësur fëmijë. Mirë po që ka ndodhë, drejtori tha ishte një sërb. Edhe ishte shumë tha shovenist, interesant, na që ishim të talentuar, ai dysi nuk e pranon të kurra talentin tonë. Mundësit me zhvillu ma tepër as njëherë, edhe tha nuk ja dha piano. Në vitin 1951, në Prishtinë u organizua një festival i ansambleve muzikore dhe formacioni me nxënësit nga Peja fitoi çmimin e parë dhe shpërblimi ishte, siç e tham, një piano me këmbë të thyera. Ndërkash në Zemun, Beograd, në një garë mes shkollave të mesme, orkestra e shkollës së Pejës zuri vendin e dytë. Aty, Dushku jo vetëm luante në kitar, por edhe këndonte. Të kthehemi në vitin 1954, kur ai mori pjesë në emisionin për zbulimin e talentëve të rinj. Mikrofoni është i juaj në Radio Prishtinë. Aty u paraqit si kantautor me kompozimin Lulja ime dhe fitoi çmimin e parë. Shpërblimi, një shishe vaj. Këtë këngë, të dashur miq, unë e dua shumë, mbase edhe për faktin se në vitin 1959 e ka kënduar emblema e këngës shqipe Nexhmie Pagarusha. Le ta ndjekim për pak qaste Lulja ime dhe Nexhmie Pagarushën. Më vonë, Dushku do të konkuronte sërish me këngën e tij ikonike, Pishat e Deçanit, të cilën këngë e kishte shkruar e komponuar gjatë kohës sa ishte në koloninë e piktorëve në Deçan, dhe sërish do e fitonte çmimin e parë. Kjo këngë ishte e popularizuar atë kohë dhe mori vëmendjen e të gjithëve. Madje, ky do të ishte edhe momenti kur Radio Prishtina i ofroi mundësinë e bashkëpunimit. Vite më pas, më 1968, ai mori pjesë në akordet e Kosovës me këngën e Musa Piperkut, Ne e duam paqen, dhe aty mori çmimin e dytë. Më 1971, ai merr pjesë sërish në akordet e Kosovës me këngën e Piperkut Hasta la Vista dhe sërish shpërblehet. Le ta ndjekim për pak qaste këtë këngë. Hasta la vista, Juanita ime dashur. Hasta la vista, u pafshim përsëri. Hasta la vista, o trima lutëtare. Sana do kulture, një hymet qytetar. Në vitin 1972, të mirëpritur dhe të shpërblyer, ishin artistët e korit Collegium Cantorum edhe në Angli, në mesin e të cilëve ishte edhe Qazim Dushku, dhe për atë performancë shkroi edhe vetë BBC. Në Collegium Cantorum në vitet e 72 kanë marrë pjesë në Langoland të Anglisë, ku Kosova e ka zënë, realiteti Jugoslavia, Kosova e ka zënë vendin e dytë. Aq shumë kanë shkruar gazetat sepse po këndon ti këngën vjeshta të Reggio Mulliqit dhe po pritët aq bukur, ka qenë diçka madhështore. Po ashtu, edhe në një festival në Zagreb, njëra prej netve ju kushtua këngëve revolucionare. Aty interpretoi Qazim Dushku këngën Ganimete, të cilën këngë e kishte komponuar kompozitori i mirënjohur Tomor Berisha, enkas për zërin e tij. Pikrisht,
ky zë mori vëmendjen e mediave të kohës. Zëri i Dushkut nuk kaloi pa u vrejtur dhe komentuar edhe në Moskë, Baku, ku po mbahej Java e Kulturës Jugoslave. Atje, ai kishte shkuar bashkë me shotën në vitin 1967. Qazim Dushku pëlqente edhe këngët korale. Ai u bë pjesë e korit të Radio Prishtinës të udhëhequr nga Lorenz Antoni, e më vonë edhe në Collegium Cantorum të udhëhequr nga mjeshtri Mark Kaçinari. Tapshin, tapshin, tamnana, lumkjënën që e ka. Po ashtu, Dushku komponoi dhe interpretoi edhe këngë për fëmijë, me korin e fëmijëve të Radio Prishtinës, e me të u prezantua edhe në akordet e Kosovës. Si që thekson edhe kolegu i tij nga Okteti Kosovarët dhe kori profesionali i RTP-s, Xhelal Bakraçi, Qazim Dushku ishte pjesë e rëndësishme e korit profesional, aty ku ai dëshmoi jo vetëm potencialin e tij artistik, por edhe disiplinën e pazakontë në punë. Kur u formu kori profesional, Qaza ishte ndër të parët që u pranune në kore. Ka qenë shumë i përkushtuar për punë. Ai vike 1 orë para se me fillu punën, i rregulloi ke partiturat, do të thonë notat, dhe e qitke në pult, e pritke dirigentin për me fillu punën. Kolegët e tij kujtojnë me respekt Qazim Dushkun dhe vlerësojnë gjithmonë lart potencialin e tij artistik, sidomos atë që shpaloste në korin Collegium Cantorum. Kur ka këndua në kor për mos t'ishte askush, zëri i tij kombonte, dalloi nga i gjithë kori. Timbrin e ka pas fuqishëm, zërin e fuqishëm, të bukur, të thellë. Tani i ka këndu këngët me zemër. Mund të them lirisht se ai ka pas një zë fenomenal. Ai ka qenë një lloj gjenio sepse një herë ka shiku partiturën dhe ka mësu këngën. Do shta na që këndojshmë se kam këndu Collegium Cantorum, o deshte disa herë me shiku për ta mësuar. Kurse ai prima vista, një herë shikonte e mësonte me një herë. Kolegët e tij tregojnë që ai kishte një aftësi të jashtëzakonshme që ta memorizonte partiturën me një shikim. Nëse dikuj tjetër do t'i duhej më shumë kohë për ta mësuar, Qazim Dushku t'i mjaftonte t'i hidhte vetëm një shikim. Vokali i tij ishte bas, i konsideruar nga profesionistët si nivel i rrallë i vokalit, jo lehtësisht i arritshëm. Sipas dokumenteve të ruajtura në arkiven e Radio-Televizionit Prishtinës, shohim se që nga janari vitit 1981, ai ishte caktuar si këngëtar tutist për zërin bas në korin e RTP-s për një kohë të pacaktuar, dhe ky vendim ishte nënshkruar nga drejtori i produksionit muzikor Severin Kajtazi. Dirigenti i mirënjohur Baki Jashari, njëkohësisht ish udhëheqës i korit profesional të RTP-s, në kohën kur jetoi Qazim Dushku, rithekson në rëndësinë e jashtëzakonshme të vokalit të Qazim Dushkut në gjithë krijimtarinë e korit. Ai ka qenë shumë i veçantë për shkak të ngjyrës dhe thellësisë së vokalit të tij. Shumë e maj mend mirë që kur tingëllonte kori, kur u angazhojshin të gjithë, për shembull ne quajmë një fjalë tutti, kur këndojnë të gjithë së bashku, me që ushtrimet janë edhe ndaras dhe kështu me radhë, grupe, nëse mungonte zëri Qazim Dushkut, mungonte thellësia dhe ajo ngjyra që zëri i tij, si themi, e mbërthante krejt tingëllimin e vokalit të korit të asaj kohe. Që shpirtin tim ma shqetësoj.
Një nga cilësitë më të veçanta të Qazim Dushkut ishte dhe aftësia e tij për të zotruar partiturën pa pasur ndonjë edukim nga shkolla e muzikës. Ai nuk mori formim profesional në muzikë, por siç dëshmojnë, kjo nuk e pengonte që ai të ishte i pagabueshëm në interpretim. Kur ishim tuk ndu partiturat, kur i mësëshim gjatë provave, ata qas unë e sa dhja i nuk ka pas shkollë muzikës të kryme. Po, kur këndojshim, aja asnjëherë nuk ka bëjke. Na që ishim shkollë të muzikës, i këshim kryo akademitat e shkollat e muzikës, na ka bëjshim, i të isha, o, bata qas, që i dhati notat nuk pedin, e që shpo kjo ndonë ashtu. Të këtë spretë të kanë sej. I që e hapë këtë dorën, 5 gistat, dhe i ka përshet që to 5 gistat, i të isha po u pisho. E qka me 5 gistat ta? Qa ka lidhe më për nota? Jo, të ka përshet, 5 gistat jonë sikur pentagrami. Që të isha pentagrami, po qa ka lidhe pentagrami 5 gistat? Dhe këtyre. Notën e dhine parë, dhe me thonë, gishtin e vogël, dhe kjo është nota E. Përfundi notës E është D-ja, përfundi D-s është C-ja, po mirë dhe hajde që ka lidhe kjo. Dhe kjo nota E di ku është në vinë e parë, nota G në vinë e dytë, nota H në vinë e tretë, nota D në e kështu më radhë. Po mirë dhe shabë ka qasë. Hajde t'i pretezojmë që peknon e shkallën të dore me klasorat si do, peknon të drejtë. Po kur t'ki ndë një notë në mes, që shë këndon? Dhe ki notën në mes, dhe ki unë nuk e këndoj hes, po e kaloj. Po mirë dhe shka po qyshe din ti që duesh me kalu atë notë, edhe mja që luta mund që është terca. E do i ki qartu me vesh. Edhe më të vërtet ka pas një vesh absolut. Kështu që shumë rrallë mundët dikush pa shkollë të muzikës me këndu ashtu notat, mush më ka po vakia asë njëre. Këngëtari dhe miku i dikurshëm i Qazim Dushkut, Besnik Rajku, rikujton edhe për punimin e veçantë që artisti u bënte disa këngëve të vjetra, por që me interpretimin e tij, Dushku jepte një identitet të ri dhe një frym krejtësisht të re, për të cilën karakterizohej vetëm ai. Qazimi, sidomos nga këtë distancë kohore kur e kujtoj, e ka pas një bas bariton të shkëlqyshëm, kristal të pastër, dhe ka kultivu këngë të përzgjedhura të cilave sado që ato kanë qenë këngë veç të kënduara dhe këngë me një tradit të lot, aja ka dhënë një frym të re që i ka bo të dallojnë ato këngë nga interpretimet e kaluara, apo të dallojnë për të mirë. Si shtekson me të drejtë gazetari Nehat Islami, Dushku ishte avangard për kohën kur jetoi. Ai për atë kohë ka qenë avangard. Është e vërtet. Ka qenë edhe me muzikë, po edhe me pikturë. Edhe ka qenë shembull i qëndresës edhe për dashamirët e ri të muzikës që do dëshironi të bëheshin muziktar. I kam mbështeta? Po, i kam mbështetur edhe i ka këshilluar edhe piktorët. Kështu që du të them në atë kohë nuk kemi pasur njerëz me akademi të pikturës dhe të muzikës, por kryesisht këta njerëz kanë qenë shumica autodidakt. Kolegu i Qazim Dushkut nga okteti kosovarët, Xhelal Bakraçi, thekson në rëndësinë e zërit të këtij artisti dhe faktin se sa i rrallë ishte ai vokal në krijimtarinë e kohës. Vetë emni Qazim të thotë që jetu folë për një këngëtar të madh, një intelektual, një njeri ditur, një njeri qetë, një njeri komunikus, një njeri i afërt me çdo kënd. Për pos këtyne tiparave, ka qenë një so i rrallë, një bas i plot, që edhe sot e kësaj dite në mungon neve. Besoni që tretke me atë zosa, sa të zotë të fuqishëm ka pas. Se cili i ka pas lakmi zonit të ti. Si zona të Qazës nuk lindin për çdo jetë, po lindin një herë në 100 vjet.
Dhe sot e kësaj dite nuk mundet kush mu i afru zonit të ati. Ai edhe në moshë shumë të shtyr, zëri i tij nuk dridhej. Ai këndonte kur të mësonte mirë, për shembull partin e melodinë e tij, ai nuk dështonte asnjëherë, domethënë në këndim grup, dhe ishte shtyllë e rëndësishme e jo vetëm e sektorit që e quajmë ne të basit në kor, po edhe ngjyrimit total të tingëllimës së korit. Jashtëzakonshëm. Qazim Dushku ka qenë seriozisht jashtëzakonshëm. Qazim Dushku do të ishte interpretuesi i këngës së parë të kompozitorit të mirënjohur Gjon Gjevelekaj, realizuar në fillim vitet e 70-ta. Kjo këngë titullohej Vendi im. Po si erdhi deri te ky bashkëpunim në mes dy artistëve? Solla këngëtaren e njohur dhe të respektuar Qazim Dushku, për herë të parë e kam dëgjuar në festivalin Akordet e Kosovës të vitit 1972. Gjatë studimeve në Akademinë e Muzikës në qytetin e Zagrebit, në vitin 71, kompozova këngën Vendi im dhe dërgova në Prishtinë në konkursin e pranimit të këngëve zbavice të festivalit Akordet e Kosovës 1972. Këtë këngë me shumë sukses e realizoi Qazim Dushku. Një zë i pastër, bas i vërtet. Ai me shpejtësi më rëmendse, me memorie fotografike, si u tha, i ka domethënë përveçsu ato nota, të cilat ato notat, si ne dim, ato janë shenja të vdekura në letër, ato duhet të kalojnë natyrisht në tingull, dhe kalimi në zërin e tij ka qenë i mrekullueshëm dhe shumë i shpejt, dhe ai paralelisht në disa raste edhe më shpejt se të tjerët, të cilët kanë qenë me shkollim, ai ndoshta edhe për shkak të asaj ndjenje që nuk i ka themin thojta diplomën e muzikës, ai dy fish më shpejt, domethënë ka arrit qëllimin edhe memorie fantastike dhe shumë absolutisht nuk ka pas problem. Tango të shri, kërkoj ngushëlli, rinë dhe fëmi, kërkoj fatin ti. Jeta e vështirë që e ballafaqoi si fëmijë, rëndesa shpirtërore, por edhe vetmia ishin faktor kyç që e bën artistin të kthehej në një bohem. Zonja Hënëm Shahi Ilazi punoi në të njëjtën shkollë me Qazim Dushkun, dhe ajo na tregon një moment të vështirë, kur artisti u shfaq i dehur para dyerve të shkollës. Kjo gote, kjo kënde dhe kjo violin, këtë natë të qenë, u që shtirtin ti. Atëherë hypa vrap në katë, në drejtori, edhe thira arsimtare në matematikës, edhe ai nuk jeton më, Shefqet Kamberi ka qenë prespan, matematician, ta Shefqet gutët lutëm zhdrypim poshtë se qaza kështu, edhe të dytë ka dal e morëm. Ishte afër shkollës një qajtore, me thonë qajtore s'ka qenë, po pishin aty e kri. Edhe unë me njanë, a i Shefqeti me njanë, e nëzërëm dal nga dal për dyrve shkollës në atë kafën. Arsyeja alkoolit ka qenë vuqit e tij se kur vonë në fëmijëri, kur të herë ato shfaqen edhe më vonë. Do më thonë, çdo tragjedi, çdo e keqe që e përjeton, pa tjetër vjen në një moment dhe shfaqet, po për ta tejkaluar atë ti dush me bë diçka. Ai atëherë e ka marrë alkoolin. Por megjithatë ka qenë njeri zotëri. Nuk e ka ngu skend, edhe pse ndoshta ka pi, por nuk e ka lëndu kur as skend, absolutisht. Pra, kolegët e tij dhe shumë njerëz të tjerë nuk krijuan gjykime mbi profilin e artistit për shkak të gjendjes së tij, sepse atë e kuptonin mirë,
por mbi të gjitha i njihnin kapacitetet e tij dhe fuqinë e lartë krijuese në art. Kundër luftës jam punë bashkë me shok, s'dum gjakderi as kam je nevojë. Përpos tragjedive që vullosën jetën e tij, Qazim Dushku ishte i përndjekur dhe shpesh edhe i burgosur. Nehat Islami na tregon më shumë rreth kësaj. Që pranë botës nuk kam as qetësi. Po Qazim Dushku ka qenë një njeri, një talent me shumë drejtime. Që ka me li. Ka qenë edhe në burg, ë? Po, ka qenë burg disa herë. Edhe është një ngjarje shumë karakteristike. Kryesisht e kanë burgosur në Terizaj. Edhe ai kur e merrshin ai në burg e sillshin në burg, ai e merrte me vete edhe një postoj ku flente. Edhe kur dilte nga burgu, dënoi nga 15-21 muaj, kur dilte nga burgu nuk e merrte atë postoj, thonte letri aty se prap do të vi këtu. Do të këndoj kundër zgjedhjes. Një kapitull tjetër i vlerësuar i karrierës së Qazim Dushkut ishte edhe roli i tij në krijimin e Oktetit Kosovaret. Një grup ky që përbëhej nga vetë ai, Ganim Iftari, Xhelal Bakraçi, Ramadan Sopi, Naim Krasniqi, Efraim Kastrati, Hanefi Simnica dhe Namik Kemal Hamza. Dhe së bashku kultivonin këngën e vjetër qytetare. Dhe këto këngë kujtohen ende me ëndje nga gjeneratat më të vjetra, apo çdo njohës dhe adhurues i muzikës së mirëfillt. Për mu Madrid. Me shumë prej këtyre këngëve, ata u prezantuan jo vetëm në qendrat e ish Jugosllavisë, por edhe në disa shtete evropiane dhe u mirëpritën e u duartrokitën nga publiku. Këngët më të pëlqyera të krijimtarisë së tij janë Pishat e Deçanit, Dal nga dal po vjen behari, Kur hëna del, Hasta la vista, Struganës, Qele zemrën tënde, Largohu, Një pik lotim ftyrën tënde, Lulja ime, e të tjera e të tjera. Një këngë, në veçanti, kishte rëndësi më të madhe për vetë artistin. Kur nuk e harroj, rishim korë, që as thash sa këngë po këndoni, sa bukur pe këndon, po cilën e ki për zemër? Tha për zemër, tha kam këngën a del për mua pranvera. Një këngë mallgjyse, një këngë e dhimshme. Kur e këndoj atë këngë, krahas këngës e kujtoj historinë time. Do thot, atë ka pas në zemër, edhe kur u mlidhshim kolegium, ose diçka, ai kitarën dhe adel për mua pranvera. Nuk ka kush me i përshmet. Fatmirësisht, janë ruajtur shumë nga incizimet e këngëve të Qazim Dushkut. Edhe në të gjallë të tij, Radio Prishtina dha ndihmesën e saj në krijimin e një disku, edhe Radio Televizioni Prishtinës realizoi disa incizime të këngëve të tij. Por ajo çfarë mungon sot, për fat të keq, është ndonjë intervistë me zërin e tij. Kalon nga kputë vetimia. Ndonë se Qazim Dushku ishte natyre tërhequr, shumë gazetar nuk janë kujtuar t'i ofrohen dhe t'i bëjnë nderin e merituar. Por zonja Minire Fetahu, si rrallë kush, ishte ajo që tregoi interesim për të shkruar rreth artistit, andaj i shkoi për këtë arsye për vizitë në shtëpinë e tij. E kemi pas një marrëdhënie shumë të shëndosh, shumë të mirë, të këndshme. Edhe kur unë pa u habet, çka t'ishta unë te shtëpia ti. Thash ka marrë për ta bërë një intervistë për gazetën Zëri, Bar dhe kryeredaktori më dërgoi.
U pikëllu shumë, tha, aj pas ka ranë mas së fundi, tha, në mend dikujt për mua, as njëherë ta s'm ka pyet kur për asgjë. Me gjitha të, pas vitit 2000, me nismen e ish nxënësit të tij, të ndjerit Fatos Hamzda, u krijua një disk me këngët më të bukura dhe më ikonike të Qazim Dushkut. Një nismë kjo, aq e nevojshme dhe jashtëzakonisht e vlerësuar. Ruajtja dhe promovimi i këngëve të Qazim Dushkut ishte një obligim i ynë shoqëror që duhet të vazhdojë ndër breza. Për zgjedhjen e këngëve për këtë disk e bën kompozitorët Reshat Randobrava dhe Zeqeria Ballata. Kompozitori Reshat Randobrava kujton: Mas lufte, unë e bëna një kompakt disk me këngët e Qazim Dushkut. Për zgjedhjen e këngëve të Qazim Dushkut i kam bërë unë. Edhe kompozitorja Pranvera Badivuku kujton ditën e promovimit të këtij disku. Fatos Hamza ka pasniku një gjest tepër human e të mirë për pas vdekjes tij, ka pas përmbledh këngët e tija edhe në një CD, se ka pas kujdesar klase në shkollë fillore. Ku ka qenë nxënësi i tij dhe bani një takim atëherë në athirit gjithë neve edhe kolegë që kemi qenë po dhe adhurus të artit në atë lokalin e tij të Pishat. Ka pas bani shumë bukur një promovim të CD-s të këngëve të Qazim Dushkut. Pranvera, tash natyra që po bushesh, për herë të parë kur takova. Ka qenë një bariton i shkëlqyshëm, po, dhe kam bajtë në kor, ka qenë, domethënë, më i miri në prej kolektet që kanë qenë në korin e profesional të radio e televizion. Si mori bash, o moj hanë, Zhavë, si Qazim Dushku, s'ma mërmendja si përsëritet edhe njerë. Ishate gjata shtat baraku. Për Qazim Dushkun mund të flasim gjatë, sepse ai ishte një personalitet avangard, shumë dimensional dhe një potencial i pashtershëm krijues. Ishate gjata shtat baraku, bashkë ata që kuqe për si qaku. Përveç që ka pas zë të mrekullueshëm të një basi që ne në gjuhën personale quajmë bile basso profondo, me një bagazh të ulët, domethënë një regjistër jashtëzakonisht veçantë dhe një ngjyrë të veçantë të zërit, njihet edhe si autor, edhe këngëve, melodive dhe tekstshkrues, pra tregon për një personalitet të kompletuar të artistit. Pra, për poskrimtarisë të tij në pikturë, muzikë e mësimdhënie, një hapësirë të veçantë, duhet kushtuar edhe angazhimit të tij në teatr, specifikisht në skenografi, regji, kostumografi dhe në rolet që ai i luajti vetë. Po ashtu, ai edhe bënte muzikën e shfaqjeve që realizonte. Zonja Hanam Shahi Ilazi ishte nxënëse dhe më vonë edhe kolege artistit, ndau me ne kujtimet e bashkëpunimit me të dhe kontributin që Qazim Dushku dha në teatrin amator të Ferizaj. Unë e kam pas atë profesor qysh në shkollën fillore, profesor të artit edukativ. Ka qenë shumë i afërt me nxënës, edhe na ka mësu shumë mirë si pikturojnë. Ma vonë, në shkollën e mesme, prapë e kom pas jo arsimtar, po e kom pas regjisor. 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 Ai ka qenë i gjithanshëm. Shfaqja e Kristo Berishës ishte një nga projektet në të cilat zonja Ilazi kishte një rol.
Dhe po aty bashkëpunoi me Qazim Dushkun, regjisorin e asaj shfaqjeje në teatrin amator të Ferizajt. Një dyshim, sepse ky është fillim. Ne patëm dhonat shfaqjen në Ferizaj edhe në Pej, se ka qenë peripetit e kohës Kristo Berishës. Pej ka qenë një farë si gara aty. Shumë teatra kanë marrë pjesë edhe na ishim. Unë bilëm isha e re, po kom lujtë rolin e plakës. Ai më vizatoj profesori kështu do vija. Ai veti bënte, Po, krejt na përgatit ke vete. Ata kom pas si me pas babë. Kujdesej për çdo gjë për juve. Shumë i mirë ka qenë. Edhe ka dash me ndihmu njerëzve. Vetëm unë nuk kam ditë atëherë. Qazim Dushku ishte edhe aktor dhe pati fatin të luaj në 2 shfaqje krahës aktorëve më të njohur të kohës. Ai ka luajt në 2 drama, Bluda e Drojt dhe Cubat. Aty krahas Katarina Josipit, Shaban Gashit, Matej Sereqit e shumë aktorë të tjerë, edhe ky ishte në mesin e tyre, do të thotë që ka pas vlera. Dushku luajti edhe tek shfaqja Cubat e Schillerit, sipas versionit të Hilmosit, bashkë me Istrev Begollin. Një pikë lotim fytyrën tande. Megjithse një artist i jashtëzakonshëm si Qazim Dushku kujtohet pak në shoqërinë tonë, sërish ekzistojnë disa nisma që synojnë të përjetësojnë kujtimin e tij dhe të ritheksojnë vlerën e krijimtarisë së tij. Këtë përpjekje kemi parë të bëjnë bashkëvendasit e tij Ferizajas. Përfaqësuesi i trupes artistike regionale në Ferizaj, Bardhyla Bazi, na tregon më shumë mbi organizimin e një koncerti gala në vitin 2021, në nder të Qazim Dushkut dhe rifreskimin e 18 këngëve të tij më të mira. Të e ditë kontributin e Qazim Dushkut ndër vite, ne kemi fillu një periudhë të nderimit të figurave emblematike qytetit tonë. Të e ditë që Qazim Dushku vjen dhe është me origjinë nga qyteti jonë, e kemi ndjesë se obligim njëkohësisht për të vlerësuar kontributin e tij në fushën e artit. Të e ditë që Qazim Dushku është njëri ndër muzikantët dhe artistët e parë i cili ka dhënë një kontribut veçantë qytetin tonë, duke fillimisht si mëdhënës në shkollën e parë shqipe këtu në qytetin tonë, pastaj ka qenë angazhuar dhe në teatrin e qytetit me cilësinë e regjisorit e aktorit, por njëkohësisht Qazim Dushku ka lënë edhe perlat muzikës shqipe sot. Pa dyshim me thonë që është njëri ndër artistët më të mëdhenj. Gudimi i tij në periudhën kur ka vepruar me ushtruar një art till është për të vlerësuar. Lidhur me këtë ne kemi ndjer obligim edhe me realizu këtë gala koncerti që ka dhënë mrekulli. Sot janë rifreskuar, janë ofruar publikut me një formë të përpunuar ndryshe. Ferizajasit gjithashtu janë kujdesur që ta përjetësojnë kujtimin e një artisti si Qazim Dushku, duke i vënë emrin e tij edhe një rrugë. Po, në qytetin e Ferizajt ekziston një rrugë e cila e mban emrin e Qazim Dushkut, njëkohësisht në tek zyrja e kryetarit Aliu është janë edhe punimet, piktura e tij që është tabloja më e njohur, është një figurë nderuar në qytetin tonë, sepse amerikanët jetë e tillë. Qazim Dushku nuk ishte vetëm artist i plotësuar, por edhe një njeri i jashtëzakonshëm, cilësitë më të larta njerëzore, të cilit miqtë e tij i kujtojnë edhe sot. Besni Kraj po e kujton edhe për mbështetjen e pakursyer që u jepte artistëve të rinj. Gjithë me të rritë që e frekventonim Radio Prishtinën, na ka afru, na ka përkra, për ne ka qenë
e mjaftueshme veç për krahja morale, një emër, do me thanë si ai me të pranu, me të urë në tavolit, me pi një kafe, me të këshilu në mënyrë shumë dashamirëse, jo në mënyrë nga lartësia, po kështu duke u munduar që të afroj në rrafshin e njajt dhe të këmbej ide dhe mendime si kish me qenë ma mirë ose shka është mirë. Shkurt, kam kujtime ma të mira të mundshme për Qazim Dushku. Mund kam dasht, zemër të mbajta unë gjithnjë. Kryesisht takimet tona kanë qenë në bifenë e Radio Prishtinës, ose përballë Radio Prishtinës ka qenë një restoran aty. Aty takoheshin themeluesit e programit 2 Radio Prishtinës, Fejm Kurasani, Refik Sesha, Hivzi Krasniqi, Mirko Gashi, edhe tjerë. E kuptoj. Kryesisht kujtimet të shkëlqyera edhe e kalon një trashëgimi e cila sa shkon e kalon koha vlera i ri. Atëherë një dëshirë të vogël e kam, unë voglushen time ta kam pra. Po jo, unë në Qazimin mi taku shpeshe, kemi piresht edhe bashkë, kemi këndu, kemi talë, por po të thëmë sa ka qenë i falumtur nga gjendje tjera, aq ka pas fuqi që në takime me shokë e miq të jetë i hareshëm dhe të shëndris me zgjuesinë e tij, me talentin e tij. Qazim Dushku, si që përmend, ishte mbështetës i pakursyer i talentëve të rinj dhe asnjëherë nuk hezitonte që t'i udhëheqte në shtegun artistik dhe realizimin e potencialit të tyre. Ndër shumë të ri, ai mbështeti talentin e zonjës Hanum Shahe Ilazi, por edhe të ish nxënësës dhe këngëtares Belkize Tuli, një artiste kjo që do të krijonte një karrierë të admirueshme më vonë në muzikë. Ajo pati fatin të interpretonte e para një ndër krijimet më ikonike të Qazim Dushkut, këngën Në hijen e pishave të Deçanit. Në çdo ndrim zonën tonë. Duket sa i spari ka zbulu talentet të une, isha në klasën e 4, se disa vjetë kemi të unë në Verizaj. Edhe më vrejti une që po kënoj, shkoj e ma shkryti kangën Në hijen e pishave të Deçanit që ka komponua i vetë. Edhe une më ndej e kënoj shatë kangë. Shumë është kangë e mirë për shkruhet Deçanit, dashuria e kështu me radhë. Për pos këngëve të tij, të cilat sot fatmirësisht mund të gjenden në internet, por edhe fal kujdesit të ndjerit Fatos Hamza dhe kompozitorëve Rando Brava e Ballata, që krijuan disk me këngët e Dushkut, cila është trashëgimi e artistit në fushat e tjera si piktura apo teatri. Piktori Agron Mulliqi na rrëfen për kohën kur këndonin së bashku me Qazim Dushkun në lokalin e tij të vogël dhe pasurinë e çmuar artistike që edhe sot e gëzon prej tij. Me prohën Qazën kam kujtime se shpina afër, edhe vike edhe shpesh këndojshim, një vike Shpend Bajrami edhe Agim Alazoko me gitarë. Më deshim do një kanë kështu, një grup shokësh edhe e keni pas këndin tua, ja? Këndin e ju tonë përveç në shtërive tje. Po mas ne ju bashkan gjithëshin kretë kape se aty. Në tash kur s'kishim punë, i kom pas do letra i majsh aty, një lapës edhe vizatojsh. Edhe i kam do kujtime në profën, do vizatime si kam me të une. Që aji i bënd, I ka vo në tavolin atë. Ta shto në bëshim ka i vizatim, dishka, edhe ja kom nalë, edhe me knaqësi, atë shihet talenti ti, në ato vijat, shumë kreative, shumë djeshme,
japonezës janë. Edhe fati si kom rujt, janë ato të vogla, po kom rujt. Si përher, shumë fjalë bukatim të pështëri. Një rastësi tjetër interesante ngjau me piktorin Haki Gjakli, i cili kishte gjetur një pikturë të Qazim Dushkut të hedhur si mos më keq diku në një podrum të komunës. Pas lufte, ne si këshiltar pedagogjik u pozicionum aty në komunë me zyre, edhe rastësisht kam shkuar në një podrum me shiqu diçka ku e shoh pikturën e Qazim Dushkut. Pa forca serbe kanë hjek, çakon shqiptare, kanë dashur me. Edhe ishte plohrova, ishte e more pastrova. Edhe vendos aty të më thonë, çfarë ke vjetër, pa ishte me vlerë, pa njerëzit. Qazim Dushku aty ka paraqit në qytetin e Ferizajt, kur ka qenë atëherë pa i ndërtuar fare, ka qenë hoteli Lybeta. Pikturë me ngjyra vajtë, se me ngjyra tjera ishte harruaja. Po aty në brej disa, o brej ma shumë pëlhura, po me gjatë e është rujt, ngjyra ka bët vetën. Edhe kum pastru, mas një kohë zdi që ka ndodhe në komunë, a pres për shof atë, nuk di ku treti. Por ma vonë, kur erdhe kryetara Gemaliu, kishte vendosë në qendër aty. Një mik tjetër i tij, me të cilin i bashkonte muzika, Shpend Bajrami, kujton kohën e bukur të kaluar me artistin. Para mu pëlqen kënga e tij, është e për Gërmina, këngë që s'harrohet kur. Edhe zani i tij bariton karakteristik për këngëtar. Edhe ka qenë shumë i humble, shumë në një mahall jemi rritë. Ai normal më mosh se une, po kur vësha muzikë aty në romantik, ai vinte edhe dëgjonte aty, pike një dy tre bira, kryeshim që të bashkë. Ju ka lidh muzika? Muzika, po. S'do t'na shpjene. Bohem ka qenë, ai ka qenë shumë simpatik edhe në heci edhe në muhabet edhe. Me buzëqeshje gjallërie. Për zërin e veçantë bariton dhe aq karakteristik e kujton edhe kompozitorja Badivuku. Ka qenë me të vërtet i veçantë dhe me profesionin e tij. Njëkohësisht këngëtar shumë me një gja karakteristik. Ka lanë dhe i këngë të mira. Sipas shënimeve që kam gjetur në shiritat dhe librat e arkivit të Radio Prishtinës, mësojmë se Qazim Dushku ka bërë muzikën për shumë këngë. Këngët e para të tij i gjejmë të regjistruara në vitin 1959, si Lulja ime, Kitara dhe Pasteje shkoj, që të trija të interpretuara nga Nexhmia Pagarusha. Pastaj këngët Më tepër të dua, Në dëqa në hijen e pishave, Lepuroshi, Qyteti im, Bretkoca, Bariu dhe fylli, Eja, Gota, kënga dhe violina, Mos më kërko, Ndritu nat, Picimuli ka dëshirë, Qupa bleni via e të tjera. Ky lume përshpërit. Ka shkruar tekstet për këngët Dielli do të qesh një ditë, Trëndëfilat, Katerina, Ishte aq e bukur, po të premtoj, Romansa ime, Natë në errësirë, Të due jetë, Andra e një mbramje, Bariu dhe fylli, Eja e të tjera. Ka pasur edhe duete, po veçoj, duetet me Nexhmie Pagarushen e Lilana Çavollin dhe disa të tjera. Ka interpretuar veprat e kolosëve të muzikës shqiptare si Lorenz Antonit, Regjo Mulliqit, Severin Kajtazit, Kris Lekajt, Vincenz Gjinit, Gazmend Zajmit,
Akil Kocit, Tomor Berishës, Riza Dolakut, Bashkim Shekut, Fahri Beqirit, Musa Piperkut, Reshat Randobraves, Marka Qenarit e shumë të tjerë. Regjistroi afër 200 këngë, pjesa më e madhe, por jo të gjitha, janë ruajtur në arkiven e RTP-s. Profili i Qazim Dushkut edhe sot përcjell një fuqi inspiruese me shumë dimensionalitetin e tij dhe po njëjtë vazhdon të ruaj rolin dhe kontributin e tij të çmuar në artin dhe kulturën e vendit ton. Me kian dhe vajton për një të... Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtshi. Unë jam Flora Durmishi. Zemra ime kian dhe vajton për një të që ta shuron. O shpirto i sa po